Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit, Hajde si për shkurt dalë, hajde, që sot urgjent dalë, hajde. A jenë shpiti mo? Po, s'kam po. Rrinë shpiti se do të me dalë, kam pak ku. Shpejt, s'kam po shpejt. Shpejt. Ri. Edhe unë thash të shkoj pak të vllaznia bre sot. Mirë be, veç pse thash, unë shti se e përmena se kam me dalë ti me njere, pas ke pas me shkua? Hajde bebi se shkon nesër. Jo, Shkon nesër, hajde. Po, shkoj edhe nesër, nuk e kam për gut, kur zhon, Po shkoj. normal që s'ki me shku, kime nejt? Normal që s'ki me shku. Ma me përmena se e dhone pas na pos. Hoj nuse. Aman bre, nesër shkon. Se tyve s'u mbjadoroj, turit që s'u mbjadoroj. Nesër shkon. Ani po bani, mos u mërzeti se shkoj. Nuk është problem ajo. Hoj nuse. Jem të po pisin në ne. Jem pështet më përziti. Jo bre babi, jo le, mos u mërzet, hajtë se s'është kur gjë kjo. Jo tybe, se unë shkoj edhe najde tjetër, edhe nesër që s'moj, shkoj najde tjetër, hajtë se për gutësja. Qëkaj të bove? Po shkaj në beson të me lujta jo? Po shkaj në be provojnë edhe unë s'kam kom e ditë se sa, po be provojmë. Hajde. Hajde më se vanë të madhe, hajde. Erdha, Ku të shku ti? kur konë që fëmija flejtën që tash, erdha unë Qëkaj të bove me telefon dorë? po vetë sa mura se fëmija kem të flejtë. Qëkaj të bove me telefon pikë natës? Ku të shku? Kur konë morën në salon po shkoj, po fëmija kem të këshur telefon deri Qëkaj të bove pikë natës me telefon? po shosutin kur gjo fëmija e pata. Qëkaj të bove në telefon të me mletë më pikë natës? Mos përtet se do me traumatizu fëmin. Jemë në. Hin djali jam mama, hin që po vjen mama. Pse i kishtu makinë? Që ka i traumuar për na Pse i kishtu makinë në lalës? na gjithë e shojna në qëtë ku se është ma li rryma. Hinë me nëse të misë. Mërë në shpesë të misë. Mosë më këshirë hinë mrejna. Mirë më njës. Apo do të qes një kafe? Bon.
fëmijë si dush, shko ka baba jasët. Jo, dhe s'po shkoj, po mirë shpeqt. Meri fëmijë thash, edhe shko ka baba jasët. Po, ku je be zemra dajës, be, di kur se kanë, bati? O daj, sa telefona e ki? Po, ku je ti për telefona lej vogëlirë, rejde da që ti? O, veç në të mësoja se gjyshi ja blejën e matë mirë një. Jo së më do të mua. O e bi, gjyshi e bre, që kam be mike nazme? Mirë, bab, mirë, të falat ka bu shumë. Faleminderë babës, po. Ma ti bre baba si e ka, ke hu. Vallaj, bre, bab, qështu. Edhe unë e veç vetë në shpe, s'po mujmë ju dalë kejtë punëve krah. Qështu, sa po mundëm po vinë. S'na kalon babi. Ste gjyshi qëtë. Unë qëtë. Motër, mos ka nëj problem se më të po djallin që 2-3 po rishët me fjallë. Jo, pa ku që qape janë za për të madhe pa i fëmi është. Nuk ban as me amor për të madhe ati. Dëgjon, që në ti, unë ishë pa full kur gjo, unë i mujmë i diktu sejnet. Pa shohë që qka s'është në regull, ka zonë si t'ket në problem, ka zonë mua. Jo, bre, vlaja, jo, valla, kur gjë nuk ka. Qështu si gjithë. Jë mësu me hek. Unë po të thamë, unë ti po të thamë, se unë po të shofë se ti, sa për të po mirë këtirë unë. Po të thamë se su ka bu diqka me madhe, tani kimi ra pishman. Që ta po të thamë? Jo, bre, vlaja, kur gjë nuk është, mësu më gushta kur gjë, nuk jo marrët mu mërzit, erdha me nejtë edhe më shku në shpe. A be ka zonë, mos të ka rejna e se në ti. Jo, jo. Qërë mu? Ka zonë po të vesë edhe njerë. A mos të ka rej, mos të ka vo diqka, mos të ka torturu diqka. Jo, bre, jo, nuk më ka rej. Nuk më ka rej dhe mësu më gushta ma shumë. E ti qka, me më gu mu e leje. Leje me unë t'i këshiri fmit. Kanë melon. Kanë melon, burin tonë kanë melon. Te jen vete, bre. Pi rezon e fmit jetim ato e pas babën gjallë. Kur nuk ndodhë kjo, harroje. A be ngon ti mu. Nuk jetohet 1 ditë, 2, 3, kjo jetë e gjatë është. O, as mos e përmen këtë mohabet mo vlojem. Harroj edhe mos e përmen mo, shtinin dhej. Po zoti. Birë nga. Ti vogël, si e më do këta po? Jo, bab, jo. Falë, dil, ku po do me dalë, dil. Po, a. Qysh be birë, qysh muj me dash ty fëmija tu si pram shkavone. Që të kallë dhe ma. Le, bab. Le, mos ne... As ma përmen të lukna. Edhe më mërzit më shumë, edhe automart marrë dhe për vetit temë. Mirë be birë, a e meriton kjo nuse mja bon krej që të tënë zezat. Që të kallë dhe ma. Që të kallë dhe ma ti mu. Jo, vada. Bash, hiq se meriton. Sidomos për ty sa kujdeset. O birë,
edhe e vlet të kësha pas, e jo nuse, e qëfar hizmeti të në bon. Le, baba, mëse për me mua. Le. Le, se njerë edhe të negabimit shumë të madhë mundet me ma shkollë. Edhe mu sot më dalë për me në vaja pranshmet. Se dhe mos gjalli qëfar të shtimi mua. Nga birë, ma paq hatri mu si babë. Si babë po të thamë, po qushko, ishe edhe fëmijën, edhe këtë, edhe i gëzon fëmijën. Që të muj me thonë. S'ki faj. Se edhe unë kur i thash shko të babaja, shko të vëzit e mene për të keq, po unë veç dashta mi bo mirë. Në më s'ki faj edhe unë kam i shku. E marrë kërën dhe shkështi. Dush me shku. Ti gëdhesh ata fëmi. Ky projekt sponsorizohet nga Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun subhanahu wa taala e falenderojmë, salatat për shëndetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë dhe e adresojmë. Lë Zotin e Madh që agjerimin e kësaj dite Allahu na pranoje, adhurimet të cilat i bëjmë në këtë ditë Allahu na i shumëfishoje, Allahumma amin. Të nderuar vëllezër edhe të respektuara motra. Njeriu në këtë jetë padyshim që ka nevojë për një bashkëthar, dhe secili prej neve po të jetojmë vetëm vetmas, nuk do të jesë jeta e hishme dhe normale. Andaj Zoti i Madhëshëm kur e krijoi Ademin alayhis salam në xhennet, pasi që ja mundsoi të shijojë mirësitë e xhenetit, e pa që Ademi alayhis salam është i mangët, andaj edhe ja bori një bashkëudhëtar dhe një shoqërues, ai është nana e njerëzimit Hava alayhis salam. E duke pas këtë parasysh që njeriu ka nevojë për një bashkëudhëtare, për një shoqëruese në të mirë dhe në të keqe, njeriu duhet të kujdeset për të. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në çastet e fundit të jetës ishte amaneti i tij, namazi dhe kujdesi për gratë. Islami ka ardhur dhe i ka dhënë një vlerë të madhe femrës, duke qenë fëmijë, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, kush kujdeset për dy motra apo dy vajzat e tij, që i kanë në kujdesin e tij dhe bëhet sebeb që ato t'i martoje, tha do të jem pengesë nga zjarmi i xhenemit. Kjo është etapa e parë kur vajza, femra është fëmijë. Kur bëhet femër dhe në moshën madhore që të martohet, Muhamedi alayhi salatu wasalam tha, femra kur të martohet njeriu e plotson gjysmën e imanit, që do të thotë është plotësim i imanit. Një ashtu kur të bëhet ajo nan, xheneti është në respektin e saj, apo siç është një hadith i mirënjohur te mesi i popullatës, që xheneti ku thuhet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xheneti është në këmbë e nanës. Kjo fe madhështore, këtë respekt të veçantë që ja jep gruas, femrës, padyshim që njeriu e ka amanet. Ti vllai nderuar i cili ki bashorte, ti i cili ki motër, duhesh padyshim të jesh i kujdesshëm me ta. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, gratë janë të krijuara prej brinit, për arsye se të janë afër zemrës në dashni dhe respekt, po të jenë edhe në mbrojtje të njeriu, të vllaut, edhe të bashortit, të burrit të saj. Dhe tha, nëse mundoheni të i drejtoni ata, do ta theni, po nëse e lini në të tyre, do të shremohet edhe më shumë. Andaj njeriu duhet të kese kujdes për ta. Ti i cili ke marrë këtë amanet të huaj, i cili ka rrit një prind, një bab, një vlla, një nan, e ka rrit atë fëmijë dhe është bë vajzë, është bë motër e dikujna, dhe ti e ke bashkëudhëtarin tan. Duhet të kujdesesh. Mos të mendosh se është rob dhe robot, që ti plotësoj dëshirat e tua vazhdimisht. Kur ti je nervoz, ajo ti plotësoj dëshirat e tua me dhunë, për arsye se
në islam është e urrëtur një gjë e tillë. Bile përkundrazi nga urtësia dhe praktike e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e shohim që ai ishte i butë me gratë e tija. Ishte në shërbimin e tyre, siç transmeton Aisha radhiyallahu anha dhe thot, me të vërtetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u futke në shtëpi, ishte ai i cili u kujdeske dhe harnonte bashkë me neve rrobat tona, u kujdese në pastrimin e dhomës, bile dhe në përgatitjen e ushqimit, të cilin e hajshin bashkë me Aishan radhiyallahu anha. Andaj, nga këtu drejtohem çdo vllaut, çdo bashortit, që të kejse kujdes për gruan e tij. Mos ta mendojë që është një robresh, të cilën ai e ka ble dhe ajo me dhunë të sillet me të, ndoshta sidomos tash në Ramazan, ku është e përhapur mesin e popullit në kazon Ramazani, dhe vjen ndoshta i raskapitur nga puna, nga lodhjet të cilet i ka, dhe kthehet në shtëpi, ndoshta mundet që ushqimin të cilin e ka përgatit nana, bashortja, motra yte, mos me qenë në nivelin e kërkesave të tua dhe të shijeve të tua, mirë po asesi nuk guxojmë që ne atë refuzim ta kthejmë në arrogancë, në dhunë dhe duke u mundu që ta përdorim me të keqe, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk është butësia me një gjë vetë se heshon atë sen. Nuk është më kon agresiv, i zgjurshëm, po të regji vetëm se shumton atë gjë. Mundoni që sofrat e juaja të iftarit, sidomos tash, ti heshoni me praninë e juaj me butësi, ti heshoni me praninë e juaj duke bushesh bashkëshortëve të juaja, duke bërë lutje që ata e kanë përgatitur këtë ushqim, dhe mundoni që të jeni të kënaqur me ata, për arsye se Allahu te bareke ve taala është i kënaqur pastaj edhe me juve. E padyshim që edhe drejtohen edhe motrave, edhe grave, që të jenë të kujdesshme ndaj burrave të tyre. Mos të jenë ata të cilët e shfrytëzojnë apo e keq shfrytëzojnë butësinë e tyre, mirësjelljen e tyre, po të jenë në nivelin e asaj që e kënaq Allahu dhe pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka ibadet pas adhurimit të Allahut dhe respektimit të prindërve. Pastaj vjen për nanat, për gratë, për motrat, vjen respektimi i burrit, siç ka në hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ti ish leju dikujt tjetër mi bë sejdë përpos Allahut, ish leju gruaja mi bë burrit në shej respekti. Lut Zotin e Madh që Allahu na bëjë të butë dhe me sjellje me gratë tona, për arsye se ata janë bashkëudhëtarët tonë dhe Allahu na bëjë të kujdesshëm edhe me motrat e tona të cilat ndoshta i kemi në shtëpinë tonë, e ata sidomos kur vin nga burri dhe vin që të vin tek ne, të gjejmë një qetësi, mos mundohemi të gjejmë arrogancë, po të japim atyre një zemërgjërsi dhe t'i presmi në shtëpitë tona me butësi. Allah i zbut zemrat tona në këtë muaj e i bëj që të jemi të sjellshëm edhe me gratë tona, edhe me motrat tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Mirësi dhe Ramazan